Qeveria nuk shen nevojë të shpallë gjendje krize pas rritjes së madhe të çmimeve të karburanteve dhe rrezikut nga inflacioni, edhe pse ekspertët dhe komuniteti i biznesit apeluan që të ndërmerren masa urgjente, kryeministri Hristijan Mickoski tha se për momentin nuk ka nevojë për një vendim të tillë. Sipas tij, edhe pas vendimit të dieshëm të Komisionit Rregullator për Energjetik, me të cilin çmimi i naftës u rrit për 14.5 denar dhe arriti në 1.39 euro për litër, Maqedonia ende ka çmimet më të ulta të naftës dhe karburanteve të tjera në rajon. Да речеме во соседна Албанија е 1,79 евроценти литар, односно околу 30% поскапо. Исто така во Србија е да речеме 1,73 евроценти, што е отприлика некаде околу 25% поскапо од тоа што е во Македонија. Во Косово се варира цената, но достигнува до 1,52-53 евроценти, што е некаде околу 15%. Во Грција 1,59 евроценти, односно Косово е отприлика 10%, а во Грција е 15%, во Бугарија е 1,41%. Така што во регионот имаме во моментот, како што кажавме, граѓаните во Македонија имаат најниска цена. Ai njoftoi se nesër do të takohet me distributorët dhe zinxhirët e marketeve për t'u kërkuar që të mos e shfrytëzojnë situatën për të rritur menjëherë çmimet. Sipas tij, Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës dhe inspektorët e tregut janë në terren, ndërsa inflacioni mbetet stabil dhe është më i ulti në rajon. Инфлацијата се спушти под 3%, односно е 2,9% и е повторно најниска во регионот, би рекол една од најниските, ако се има предвид дека Грција е 3%, Бугарија е 3,5%, Косово, да речеме, во јануари за февруари нема податок е 5,8%, Хрватска исто така веќе отиде над 3,8%, Словачка е 4%, Романија е 9, нешто. Mickoski pret që këtë vit inflacioni të lëviz ndërmjet 2 dhe 3% dhe shpreh i kënaqur me masat e ndërmarra për stabilizimin e inflacionit bas. Ai shtoi se nëse situata në gjirin persik zgjat dhe shkakton pasoja globale, atëherë bëhet fjalë për zhvillime që nuk varen nga vendi.